Kemi edhe media të dosti. Si ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Kosovës, shkelja e afatit ose kalimi i afatit për konstituim nuk e shun detyrimin që kemi ne si deputet për ta konstituar kuvendin, qoftë edhe mas afatit kushtetues. Vetëm një deputet në sesi dhe këta. Deputet të kthej PDK-sve të dalin për të kuar. Kemi edhe media të dosti. Administrova kërkon një minutë desë të protokollon është procedurë që duhet me në kërkoj falje. Jam të në emër të Partisë Demokratike të Kosovës me kolegen time Ariana Musliu Shoshi dhe kolegun Arben Mustafa, kolegë deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne sapo kemi dorëzuar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkesën në drejtim të kryesuesit të seancës Zotani Deari për mbajtjen e vazhdimin përkatësisht të seancës konstituive për nesër, datë 14 gusht në orën 11, siç kërkon rregulloria e Kuvendit të Kosovës, sepse rregulloria, siç dihet tashmë, kërkon që të ketë mbledhje ose vazhdim mbledhjes çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, aktgjykimit gjykatës kushtetuese dhe rregullore së punës së Kuvendit. Ju tashmë e dini që afati për konstituimin e Kuvendit ka kaluar, është shkelur kushtetuta, është shkelur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, megjithatë që siç ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Kosovës, shkelja e afatit ose kalimi i afatit për konstituim nuk e shun detyrimin që kemi ne si deputet për ta konstituar kuvendin, qoftë edhe mas afatit kushtetues, sepse gjykata ka thënë që mos respektimi i afatit nuk e shpërndan kuvendin. Pra kuvendi duhet të konstituohet në çdo rast dhe ne jemi deputet të betuar, deputet me mandat dhe funksion të plot, dhe këtë funksion po na ka mundson me ushtru lëvizja vezendosje. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Deari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës. Zoti Deari është kryesuesi i seancës konstituive vetëm për një cilësi, vetëm për shkak të moshës së tij, për asnjë gjë tjetër. Ati nuk i takon të jap asnjë vlerësim politik. Ati nuk i takon të komentojë marrëveshjet politike eventuale. Ai ka një rol teknik për të thirrur seancën në përputhje me rregulloren dhe për ta realizuar atë seancë. Kushtetuta e Kosovës nuk është statut i lëvizjes vetëvendosje, që të varet nga vullneti politik i vetëvendosjes zbatimi i saj. Kushtetuta e Kosovës është akt që duhet të i nënshtrohet, subordinohet çdo aktivitet politik, jo e kundërta. Nuk mundet një aktivitet politik, në këtë rast mungesa një marrëveshje politike, të subordinojë Kushtetutën e Kosovës, të suspendojë zbatimin e saj. Prandaj ne jemi sot këtu për të kërkuar thirrjen e një seance të re, vazhdimit të seancës përkatësisht për të nuar në vend kushtetutshmërinë, ligjshmërinë dhe për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Në gjykatë kushtetuese dërgohen për interpretim normat përkatësisht nejnë të Kushtetutës të Kosovës. Në gjykatë kushtetuese në asnjë vend normal nuk dërgohet për interpretim vendimi i gjykatës kushtetuese. Që do të ishte të kërkosh interpretim mbi interpretimin. Gjykata kushtetuese ka dhënë një interpretim. Edhe ka thonë që brenda 30 ditë jo vetëm duhet të fillohet, por duhet të kryhet konstituimi. Do të ishte absurde me dërgu interpretimin për interpretim. Sepse pushteti e don me kriju këtë absurditet. Me thonë çoni për interpretim edhe një herë interpretimin. Falni kjo është çesharok. Nuk po them ju, është çesharok e kërkesa që bëhet për pushtetit. Që të kërkohet interpretim mbi interpretimin. Për sa i përket diskutimit publik se nuk pas ka pasoja nga shkelja e afatit, s'pas ka përcaktuar Kushtetuta e Kosovës. Edhe kjo është një mungesë e njohjes elementare të koncepteve bazë drejtësisë kushtetuese.
Dhe kushtetuta e Kosovës nuk ka asnjë defekt këtë pikë, që pyet përmend disa raste. Po i marrin 3 vendet më të mëdha të Bashkimit Evropian. Kushtetuta gjermane e ka të njëjtin formulim. Thot Bundestagu gjerman lidhet 30 ditë mas zgjedhjeve. Pikë. Nuk thot çka ndodh nëse nuk mlidhet. Kushtetuta italiane thot, Senati italian mlidhet 20 ditë mas i marrën zgjedhjet. Nuk thot çka ndodh nëse nuk mlidhet. Kushtetuta e Francës thot, Asambleja Kombëtare e Francës mlidhet tajtën e dytë mas zgjedhjeve. Nuk thot çka ndodh nëse nuk bëhet. Se po të shkojmë sipas kësaj logjike, duhet me marr krejt kushtetutës, me ashtu ka një fjali shtesë, mas çdo norme, duhet realizohet kjo, pikë, nëse s'bëhet, bëhet kjo, bëhet kjo. Do të ishte absurd të mendohet që mas çdo norme kushtetuese, ta përkundërtoj, mas çdo norme kushtetuese të vendoset një sankcion. Kjo nuk është natyra e kushtetutës. Kush njeh pak historinë e shkrimit të kushtetuta, pe kushtetutës parë moderne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E mazandaj gjithë Evropën, veçanërisht masutës dytë botërore, e kupton që kushtetutat nuk shkruhen çashtu. E tash më thoni mua, a është gabim ligji themelor gjerman, që unë thon kushtetuta gjermane, që thot qartazi që Bundestagu themelor për 30 ditë pikë dhe nuk cakton sankcion, a është gabim kushtetuta italiane, a është franceze? Për çka jemi të fol? Ne jemi mbrana një absurdi, edhe po përsëris edhe një herë ato që thash. Kur tha zoti Deori që nuk ka sankcion, nuk e thirrim, ma kujtoja fabulën e moralit të atyne që vjedhin. Ata që vjedhin, në një rast kishin pas thonë, nuk është marrë me vjedhën, marrë me të zonë të vjedhën. Do të ma kujtoj. Si mundesh me thonë për kushtetutën e vendit tonë, edhe e funi që po du me thonë. Vitin e kaluar, që kuvend, jemi mbledhur 1050 herë. 1050 herë. Sepse partia që kishte fitu zgjedhjet thoshte unë kam drejt me propozu, edhe vjen të propozonte. Ne i thëshim, nuk është e mjaftueshme me drejta me propozu, duhet mi pos vota. Ata insistonin që me që kanë drejt me propozu e thirin zdogatat e tyre. Në rregull, këtu jemi mbledhur 1050 herë. Sot që i kanë votat, nuk propozojnë. Pra kur si kishin votat, venin propozonin, kur i kanë votat nuk vinë me propozu. Logjika është e njëjtë, qëllimi i njëjtë, me bloku Kosovën. Fatkeqësisht Kosova është bllokuar me vati dy. Është e lehtëshme me majtë seanca sepse thash gjykata kushtetuese ka thënë kuvendi duhet themelohet qoftë edhe mas afatit. Zonja Gërvolla tha dje duhen 30 ditë nga nisja e seancës. Gjykata kushtetuese ka thënë jo nga nisja, nga certifikimi i zgjedhjeve. Qartë azi, shqipe e qartë, nga certifikimi i zgjedhjeve 30 ditë, jo nga majtja e seancës. Ajo tha që do të themelohet me 7 shtator. Mone pak për fjale, e mom një dhe mu për fjale që VV-ja nuk e bon as me 7 shtatorë të vendit. Pse s'pas ju çfarë të Po sepse ka 2 qëllime politike që do me mri. I pari është me majtë Kosovën bllokuar deri fitin kur pretendon me marrë pushtetin. Absolut, që është me marrë dhe presidentin e Kosovës. Nëse në këtë rrugë nuk arrin me marrë presidentin, ata po dhe me shu vendin zgjedhje në një datë që konvena natyre. Mone për fjale Donika Gërvollën, thanë kuvend do të formohet kundër kushtetuese. Në fakt i shtojo 30 ditë që i vjen, kuvendi po themelon ka për 60 ditë. A gjeni dikush një fjalë dikur në jurisprudencën e gjykatës tonë kushtetuese, në kushtetutë rregullore që kuvendi u themelon ka për 60 ditë. A keni ndëgjuar ai kush ne? Se besoj se ekziston ata. Po e shpikin çdo lloj interpretimi absurd, sepse rendi kushtetues i Kosovës tashmë është përmbysur. Rendi kushtetues i vendit përmbyset. Ditën kur mekanizmat kushtetues që janë të paraparë me mbrojtje sistemin nuk respektohen. Në këtë rast, gjykata kushtetuese nuk respektohet, vendimi i saj nuk respektohet, prandaj neve na duhet rezistencë tjetër politike, qytetare, e çdo formë tjetër për me mbrojtë kushtetutën.